Rreshtit e dendura që kanë përfshirë këtë ditë rajonin e Shkodrës kanë sjellë rritje të ndjeshme të prurjeve në Lumej, Drin dhe Bunë. Si pasojë është rikthyer sërish vëmendja tek zonat e nën Shkodrës ku disa prej argjinaturave mbrojtëse janë të dëmtuara prej vitesh dhe përbëjnë rrezik për përmbytje. RTS Shkodra bëri një vëzhgim në terren për të parë nga afër situatën dhe gjendjen e argjinaturave. Në njësinë administrative Dajç, një pjesë e argjinaturës së Darraxhatit vijon të jetë shembur nga uji, ndërsa prurjet e shumta po e gërryjnë gradualisht duke rrezikuar shembjen e plotë të saj. Ndodhemi në argjinaturën e Darraxhatit dhe pikërisht në këtë vend është pika kyçe ku kalojnë 3 lumet, Drin, Bunë dhe Kir. Si shikohet përmes këtyre pamjeve, argjinatura ka pësuar dëmtime të ndjeshme, ndërkohë që një pjesë e saj ka përfunduar në lum. Dëmtimi i kësaj argjinature është një kërcënim serioz për disa fshatra të njësisë administrative të Dajçit. Kjo pikë konsiderohet ndër më të rëndësishme për mbrojtjen e zonës së nën Shkodrës, pasi këtu përqendrohet përplasja më e madhe e ujrave të Bunës me brigjet e Dajçit. Aktualisht niveli i ujit ndodhet me pak se 1 metër larg kalimit mbi argjinaturën e dëmtuar, çka rrit ndjeshëm rrezikun për përmbytje në rast të vijimit të përkeçimit të situatës.